Nuk ka më dyshime, Robert Pattinson dhe Kristen Stewart janë kthyer bashkë. Çifti i aktorëve e ka vullosur me një puthje pajtimin. Ata janë fotografuar duke këmbyer një porçafim pranë pishinës së shtëpisë së aktores në Los Angeles, e cila ndodhet shumë pranë shtëpisë së Pattinson. Robert, 26 vjeç, duke i lumtur, shkalinte të kuptojë se ai e ka falur të dashurën për tradhtim me regjisorin Rupert Sanders. Tradhtia e Stewart ishte një nga ngjarjet më të përfolura të kohëve të fundit në botën e yjeve. Një performancë seksi për Robbie Williams në studiot e X Factor në Milano në Itali. Këngëtari anglez ishte duke kënduar Candy kur papritur një balerin topless u ngjit në skenë dhe u afrua vetëm me të mbathura, taka të larta dhe një palë syze të errta. Balerina mbulonte me duar gjokse teksa rrinte pranë 38 vjeçarit. Performanca e këngëtarit i elektrizoi fansat. Shumë prej tyre ishin grumbulluar edhe në hotelin e tij. Prej një muaji, Robbie Williams është babai një vajze, Teodora Rose. Ylli i futbollit Argentinas Diego Armando Maradona mund të jetë në prag të ndarjes nga partnera e tij Veronica Ojeda, e cila është 4 muajshe gjysmë shtatzën. Zërat për një ndarje të çiftit po qarkullojnë ditët e fundit, megjithatë një avokat i të dashurës së tij Ojeda i ka hedhur poshtë informacionet për ndarjen, duke i quajtur të pabaza. Ai megjithatë pranoi se në këtë marrëdhënie po ushtron presion ish gruaja e kampionit Claudia Villafane dhe 2 vajzat e saj, veçanërisht Giannina, e cila është gruaja e futbollistit të Manchester City Aguero. Nuk ka asnjë problem brenda çiftit, tha avokati Alberto Dominguez, duke sqaruar se problemi vetëm është presioni ushtruar nga familja e Maradonës. Justin Timberlake dhe Jessica Biel po përgatiten për martesën e tyre këtë fundjavë në Brindisi në jug të Italisë. Çiftet të famshëm kanë bërritur me avion privat nga New Yorku për të marrë pjesë në ceremoninë e shumëpritur që përflitej prej muajsh. Këngëtari është fotografuar në shoqërinë e miqve të tij, duke shijuar pijet. Në vend të një dasme luksoze, aktorët kanë preferuar një ceremoni të thjeshtë tipike fshatare, dhe tepër të veçantë në një kështjell të vogël në Brindisi. Fotot e marra nga vendi ku do të bëhet dasma tregojnë përgatitjet për festën, ku nuk mungojnë edhe produkte tradicionale italiane.